Ecje në natyrë është përcaktuar 11 tetori nga Ministria e Mjedisit. Në këtë kuadër, Administrata e Zonave të Mbrojtura në Fier në Parkun Kombëtar Divjak Karavasta ka organizuar një aktivitet në bashkëpunim me Bashkinë Divjak, Drejtorinë Arsimore dhe komunitetin e zonës. Qytetarë, nxënës shkollash dhe banorë të Divjakës kanë eksploruar shtegun e Pelikanit, një prej destinacioneve më atraktive të pyllit me pisha dhe të lagunës. Në këtë aktivitet që organizohet prej disa vitesh, merrte pjesë kreu i Bashkisë Divjak Justif Korea. Kjo ditë ecje në natyrë që organizohet çdo vit nga Administrata e Zonave të Mbrojtura shërben përveç të tjerave edhe për të organizuar dhe përmirësuar shërbimet në Parkun Kombëtar Divjak Karavasta, shpreh drejtori i AZM Divjak, zoti Fotion Prençi. Kuadër të nismës së marrë nga Ministria e Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, ditën e sotme të 12 administratat rajonale e Zonave të Mbrojtura të Qarkut të gjithë vendin janë duke ndërmarrë të nisëm dita e ecjes në natyrë, një ditë ndryshe nga ajo që bëjmë çdo ditë. Administrata e Zonave të Mbrojtura Fier bashkëpunim me Bashkinë e Divjakës, me banorët e zonës, me nxënës të shkollave të Divjakës, u bashkuan kësaj nisme, ku u përshkrua shtegu i Pelikanit, që është një shteg lehtësisht i përshkrueshëm nga nxënësit e shkollave dhe nga banorët, gjithashtu edhe nga stafi i Bashkisë së Divjakës, ku përshkruam shtegun, gjatë shtegut pam edhe vlerat e biodiversitetit që mbar parku, disa nga ato që duke parë llojet e drurve, u shpjeguam nxënësve mbi llojen e drurve, katin e nënpyllit, mbi mësinë tipike të zonës dhe në veçanti edhe i treguam edhe ishullin e Pelikanit Kaçurrel, që është i vetmi vend folezimi në Shqipëri, dhe shpend të tjerë që ata hasën gjatë përshkrimit të këtij shtegu. Nga ana e tij, kryetari i Bashkisë Divjak zoti Korea shpreh se përveç vlerave atraktive turistike nga më të rrallat në vend, pylli i pishave dhe laguna në vetvete bartin vlera dhe në sektorin e bujqësisë, pasi 264 lloje shpendësh si dhe një natyrë mjaft e rrallë që duhet ta mbrojmë dhe ta vëmë në shërbim të komunitetit për ta pasur trashëgimi brez pas brezi. Qeveria shqiptare 2 vitet e fundit po investon në lagunën e Karavastas për të nxjerrë në pa vlerat e papërsëritshme mjedisore dhe natyrale. Ditë shumë e bukur. Faleminderit organizatorëve, pra AKZM-s, drejtorit Fotion Prençi, që na bëri pjesë të kësaj dite të bukur, ecje në natyrë. Për ne, për Bashkinë Divjak, si pjesë e rëndësishme e jetës tonë të përditshme, është parku kombëtar. Dhe ne po bëjmë pamundurën që s'pari të ndërgjegjësohemi, që kemi një nga gjërat, një perlë, kemi një parajsë të vogël në brenda vetes tonë. Dhe këtë po mundohemi ta trashëgojmë, t'ja u tregojmë fëmijëve, t'ja u tregojmë nxënësve, që ta trashëgojmë. Dhe së dyti duhet të jemi të ndjeshëm ndaj natyrës, ne duhet ta mirëmbajmë atë. Është një element tjetër e shkollës tonë të përditshme që ne duhet ta edukojmë fëmijët tanë se çfarë kemi këtu dhe çfarë janë këto bimë të jashtëzakonshme, të gjithë motë të gjelbra, që ne i kemi këtu, po ta vuam për to. Ne i kemi brenda naturave tona. Thjesht duhet të kujdesemi, të mirëmbajmë më mirë. Ditë e bukur. Ju ftoj edhe ju herë të tjera, do të jetë më bukur.